Personat që hanë mandarina duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do befasoheni. Mandarina është një burim i pasur i vitaminave dhe mineraleve që ka në përmbajtje tepër të vogla të yndyrës. Vetëm një kup me mandarina ofron 28% të nevojës së rekomanduar ditore për vitaminën C. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm i cili neutralizon radikalet e lira duke përfshirë edhe ato të cilat vinë si rezultat i rrezeve të diellit. Vitamina C po ashtu rekomandohet për personat që janë të prekura nga të gjitha llojet e ftohjes. Mandarinat përmbajnë beta-karoten, i cili funksionon si antioksidues, por që edhe mund të shndrohet në retinol, formë kjo e vitaminës A, e cila shfrytëzohet nga qelizat e syve për shikimin, po ashtu edhe ndihmon sistemin imunitar. Vlerat ushqyese me fibra në një kup me mandarina janë rreth 5% të vlerës së rekomanduar ditore për meshkujt dhe 7% për femrat. Ndaj konsumit tyre i moderuar është më se i mjaftueshëm për të marrë këto përfitime.